Po komentohen lidhjet e saj jashtë, Gjeneta i del në mbrojtje e Lionës. Edhe çka, shikoni të dashurit tuaj. Gjeneta Fetahu ka reaguar ashpër në rrjetet sociale pas komenteve të shumta që po qarkullojnë ndaj Eliona Binakajt, një prej banoreve të Big Brother VIP Kosova 4. Ajo ka kritikuar ata që po merren me jetën private të Elionës dhe po i numërojnë lidhjet e saj të kaluara. Në një postim të drejtpërdrejt, Fetahu ka theksuar se askush nuk ka të drejtë të gjykojë jetën personale të dikujt tjetër, duke shtuar se çdo person është i lirë të zgjedhë me kë dëshiron të jetë. Po shoh disa duke i numëruar lidhjet e Elionës sikur ju takon me ditë jetën e saj. Edhe çka nëse ka pasur lidhje? Çka ju ha juve, tha ajo. Fetahu shtoi se ata që gjykojnë të tjerët shpesh nuk i kanë të rregulluara as vetë punët e tyre. Sipas saj, nëse secili do të fokusohej tek vetja dhe marrëdhëniet e veta, do të kishte më pak negativitet në rrjetet sociale. Ish banorja gjithashtu u shpreh se shumë prej atyre që komentojnë janë vetë të përfshirë në situata të ndryshme romantike, duke theksuar se askush nuk është aq i moralshëm sa pretendojnë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.